Unë nuk bëra thirrje për Molotov, por thash që në qoftë se kjo qeveri nuk tremet nga Molotovët, të ruhet nga urrejtja e popullit. Doja të sillja në vëmendjen e këtij kuvendi se seanca e sotme ka nisur me protestën e 3 grupimeve ndryshme sociale, grupimin e banorëve të Rjollit, cilëve po grabitet prona, grupimin e banorëve të Durrësit të Lagjes Kalas që po u shkatrojnë shtëpitë dhe po nxjerrin jashtë, dhe grupimin e ish minatorëve që si gjithmonë janë aty për të protestuar për statusin e minatorit. Tani, përfaqësues të këtyre 3 grupimeve kërkojnë që të jenë të pranishëm në këtë seancë, të marrin pjesë dhe të shprehin qëndrimin e tyre, sepse nuk ka ndodhur kurrë më parë në historinë 35 vjeçare të pluralizmit politik që një qeveri të jetë kaq e delegitimuar nga skandalet korruptive dhe njëkohësisht jetë kaq e dhunshme me qytetarët e thjeshtë. Sa më shumë zhyteni në korrupsion, sa më shumë luftoni sistemin e drejtësisë, aq më të pamëshirshëm bëheni me qytetarët e thjeshtë. Unë kam një sugjerim për ju. Nëse nuk ju tremb Molotovi, sugjeroj që të keni kujdes dhe të ruheni nga urrejtja e popullit. Prandaj, për procedurë, sugjerimi dhe propozimi im është që në emër të dinjitetit ta nisim këtë seancë me dorëheqjen e qeverisë tuaj dhe të dilni aty jashtë të kërkoni falje për këtë që keni bërë këtij vendi dhe të ftoni përfaqësues e grupeve sociale të vinë këtu dhe të shprehin qëndrimin e tyre. I referohem edhe deputetit Muçi, sugjeroi thot sa më shumë Molotov. Ore, jenë Tereziti apo si janë Terezit? Qa sugjeron ti Molotov? Ku jeti këtu? Qa do me thënë kjo? Si sugjeron ti Molotov? Është vepër kriminale të sugjerosh Molotov. Atëre, po i drejtohem për replik ish ministrit i cili përmendi këtu policët dhe dhunë ndaj policëve, po kur ishte ministër, nuk pati kurajon të mbante përgjegjësi për policin Azbis Pahiu, i cili nga presioni i madh detyrua të hidhej nga lartësia se kishte arrestuar të birin e oligarkut. Ky është ministri i policisë pra, dhe kaq donë të din këta për policin. Tani, meqense më të citoj mua, do të them që unë nuk bëra thirrje për Molotov, por thash që në qoftë se kjo qeveri nuk tremet nga Molotovët, të ruhet nga urrejtja e popullit. Ja, e keni mbushur kupën aq shumë sa duhet keni kujdes kur esni rrugëve, zotri, sepse populli ju urren. Këtë thash unë.